Ka pasur një konflikt në fakt kolonel lidhur me aeroportin e Vlorës mes Beqet Pacollit dhe qeverisë shqiptare. Madje qeveria shqiptare ka nisur edhe procedurën që t'i marrë aeroportin në Beqet Pacolli. Si e shikoni këtë përplasje dhe pse po vjen kjo përplasje? Edi Rama për konflikte personale, kush që përgjigjet atje fare, mbyllve tani si veprojnë me Beqetin me televizorin, dhe në qoftë se dëgjuat lajmet, në qoftë se lexuat pa mbrëm, Agjencisë Ajrore Shqiptare janë blokuar 110 milion euro. I mori Beqeti. Gjakun ton, jo të Edi Ramës. Dhe tani, vazhdon gjyqin të marrë të gjithë dëmshpërblimet për avukatët dhe kohën e vonuar pagesës. Pra ven nga 110, janë dhe 30 milion të tjera 120 milion. Tani, të njëjtën gjë po bën me Beqetin, dhe Beqetin deklaron televizor. Do ta çojnë gjykatën ndërkombëtare dhe gjobashi gjys miliardi euro. 500 milion euro. E sigurt, do ta fitoj gjyqin, pensionistët të vdesin pa pension në Shqipëri, rinia, largota Shqipëria, mbret Edi Rama me mafe botërore. Ky është objektivitetia. Është strategji e vazhdimit të thellimit të krizës ekonomike e financiare për popullin e thjeshtë e ndershëm, pasurimi i kësaj garde qeveritare, që nuk është qeveritare, por është kthyer një organizat të krimit të organizuar shtetëror dhe çoi vendin në këtë gjendje. A e dini juve sa është borxhi i jashtëm i Shqipërisë dhe sa janë detyrimet që ka humbur Shqipëria në gjyqin ndërkombëtar? E di shifrat? Borxhi i jashtëm i Republikës Shqipërisë nga kryeministri jashtu quajtur Edi Rama është 16 miliardë e 400 milion euro dhe çdo shqiptar që ka shqetësi shqiptare brenda dhe jashtë shtetit ka një borxh për 6.600 euro. Ti, babaj, grua, fëmijë, secili ka këtë borxh, djalo. Ndërsa tjetra po shkojnë gati 400 milion që ne do paguajmë gjykata ndërkombëtare nga krimet që bën Edi Rama me institucionet e huaja dhe shqiptarë që humben gjithë gjyqet dhe për vetë ti jeton në qiell me avion, ndërsa pensionistët të fshat me 100 euro për luftë buk, pensionistët qytet me 200 euro luftë për jetuar. 780 pensionistë, ndërsa me genocidin ekonomik që bëri, duke lënë rinin pa punë dhe paguar për ditë hallit, 2.100.000 shqiptar lana dheun dhe shtresa e varfër dhe mesme në Shqipëri bënu buk, dësa rinia braktisi prindrit e tyre duke lëndur pa fëmijë. Kush e ka bërë këtë tradhtim shumë se kaq? Sepse po të ishe i ndershëm, do shikonte këtë popull i ngritur këmbë, do jetë dorëheqjen. Dhanë 7 kryeministra anglezë në 10 vjet dorëheqjen për debate dhe mendime të kundërta, dhe jo për krim dhe vjedhje galopante. Ndërsa ky zotëri ka pushtuar Shqipërinë dhe 14 vjet dhe do të vazhdojë kohë tej. Kur kancelara gjermane në vitin e 9 ja bëri me dorë popullit të saj, miru pafshim popullim, duke rritur me qenë në zakonshme, po çdo njeri ka një fund, aq mund të vazhdonte, ndërsa ky do të jetë i përjetshëm dhe përjetësinë e tij tani e ktheu të pasurohet me bandën e tij në mënyrë zakonshme, popull që largohet nga Shqipëria, të vinë vietnamez, parasenez, aziatik afrikan, të ndryshojnë dhe gjyra dhe gjua e Shqipërisë, dhe ky është fundi tragjik i këtij vendi. Pra, konsulata që po hap në Shkodër. Në Shkodër është vazhdimi i kësaj strategjie, i realizimit që dy strategjie që Shqipëria të vazhdoj
shpërbërjen dhe shkatrimin e saj dhe të huaj të komandojnë këtë pjesë ka ngelur. Kolonel, në Tani. fakt, pa. Tani, nuk është e lehtë, e thash e kanalit tjetër, që një kuadër këtij niveli që kam qenë unë të shpreh këto mendime. Unë nuk jam njeri i cili vi nga rruga dhe me pasione, jo. Unë jam një kuadër dhe biri i këtij vendi që më ka arsimuar adheu im brenda dhe jashtë shtetit 16 shkollë. Që kam punuar në zbulimin strategjik 9 vjet për mbrojtjen e adheut jashtë shtetit dhe 7 vjet atashi ushtarak i parë në rrugën e Turqisë. Që kam botuar 9 libra shumë të thella. 9 libra që janë rresht nga e para dhe në fund trajtojnë vetëm problemet e sigurisë, mbrojtjes dhe diplomacisë shqiptare që drejtora Golli i quhen dhe libra tepër të veçanta kush gjallë. Pra janë këto vlera arsimore, kulturore dhe mbi gjitha atë detare që unë flas me dhimbje dhe shpreh të fund të adheut tim. Pra, është fatkeqësi e madhe kur njerëz të tillë papërgjegjshëm dhe kthehen në këtë armiqësi adhetare, anti-shqiptare, anti-njerëzore të Shqipërisë, që jo vetëm paguan me taksat tona, po shkatruan gjithë pasurinë kombëtare, nën toksore dhe mitoksore. Sa lek merrni juve dhe populli i dashur nga karburantet, naftrat nën toksore në firmën e tjera? Sa lek marrën qytetarë shqiptar nga minirat veri? Asnjë lek. 28 vjet u kanë dhënë firma mafioze të botës, Berisha, Rama, Berisha, dhe neve nuk marrëm as i cent. Ashtu siç ka bërë marrëveshje me Sazanin, që as e ka dhënë me qira, as e ka shitur, po e ka falur, dhe ne si popull nuk marrim as një lloj leku. Ka më skandal. Unë ndjek si japër Greqia ishte tyre me qira. Jo dhe sa qira mujore vitore marrën. Ashtu si zoti Rama që e mba ju fshet marrëveshje me Amerikën, 302 milion euro. Sa është përqindja vjetore e fitimit që do marrë Amerika me ne? 2%, 5%, 10%, ku e ka? Pra është 302 milion euro, po marrëveshja është 12 vjeçare. Mbi 302 milion euro, sa do rritet përqindja fitimit që do paguaj populli shqiptar? E ma sekret. Pse e ma sekret? Se është anti-shqiptar. Po i pi gjaku këtij populli. Ai nuk ka asnjë transparencë të detyrueshme që detyron kushtetuta dhe ka paralizuar shtetin demokratik dhe ligjor, sepse nuk funksionon shteti demokratik ku vendin që duhet të kënë llogari ka kthyer varësit të tia, gjykata kushtetuese flëgjum, spaku në dull jashtë loje dhe presidenti është kthyer në hotelin e tij. Pra shteti shqiptar është rrënuar, një njeri ka marrë yryshin e papërmbajtshëm, por që një ditë do jap llogari shumë rëndë për vazhdimin e kësaj strategjie shkatrimtare dhe shpërbërje të Shqipërisë. Kolonel, duhet pyes lidhur edhe Problemi me është madhor. do t'ju pyes lidhur Problemi edhe është me madhor. Ermal Beqirin, i cili u kap duke fluturuar sipër centralit bërthamor në Francë. Ishte një rastësi që ai ndodhej aty apo kishte ndonjë mision? A e pat kështjellën e tia private në Francë? E pat? Pa. Kjo kështjellë, a kupton ti sa miliona, miliarda euro bët blerë në Francë? Po në bankë që blokuan 2 miliard euro, ku jeti? Me kështë e lidhur ai çfarë detyra është ka patur dhe ç'lidhje ka pat me Ramën? Pse s'bësh ti dhe unë që unë kam qenë alamet diplomati dhe eci në këmbë në autobus dhe s'ka pranur kafe? Kjo
nuk është qeveri i dashur gazetar. Prandaja, po të shikoni me vëmendje kanale televizive kryesore ditë e fundit në Anglia, në Amerikë, në Itali, në Greqi, dhe kudo tjetër thonë është një mafje që ka pushtuar shtetin shqiptar. Pra, kjo në emër të qeverisë është kthyer organizata e krimit më të organizuar, vjedhëse me objektiv të pasurohet në maksimum me pasurinë e gjakun e popullit shqiptar dhe të ngjelet mbretëri e përjetshme e popullit shqiptar. Ky është objektivi. Kryeministri i Shqipërisë u vërtetua që nuk ishte kryeminist, po ishte krye biznesmeni i Shqipërisë për faljen dhe shitjen e pasurisë kombëtare, për të pasuruar me këtë band që rrethon me ballukun që po vërtetohen për ditë dramat e mëdha të vjetës komunizmit. Ne kaq dim, po sa gjëra të tjera të mshefura, që është e të mërshme që ky vend kaq i pasur, e cila në raport me sipërfaqen që ka dhe popullsinë dhe pasuritë kombëtare do ishte sot Zvicër, dhe është populli, jo e dirama me qeverinë, më i varfër në rajon dhe në Europë, dhe të ardhur mesatare të popullsisë thjesht barazohen me Afrikën e Veriut, jo të Jugut, dhe Shqipëria po pushtohet nga afrikanët, nga vietnamezët, të cilët po vinë kanë pushtuar kafenet e gjitha që japin so buk, ndërsa pasuritë kombëtare dhe pasuritë strategjike po i pushton Izraeli, gjoja në emër të investimit strategjik. Edhe pse kombi dhe populli shqiptar është ngritur këmbë kundër tija, të realizojë dhe objektivat fundore që vënë në pikpyetje ekzistenciale Shqipërinë dhe marrëdhëniet e bashkëpunimit të kombit shqiptar. Unë jam diplomat, dhe aq më shumë diplomat ushtarak, dhe njoh mjaft mirë konventat ndërkombëtare se ku ngrihen konsulatat, legatat dhe ambasadat. Ngritja e konsulatës të një shtet ku ka ambasadë, pra Serbia ka ambasadë në Tiranë, dhe Shqipëria është një vend me hapësira shumë të vogla, dhe aq më tepër, në Shkodër nuk ka komunitet serb që është kusht, nuk ka investime të nivelit lartë serb në Kosovë, në Shkodër, ku të mund justifikohet hapja e konsulate me rreth as 50 veta që janë në gjithë qarkun e Shkodrës me origjinë serbe, është e kundralishme, anti-shqiptare, anti-kombëtare. Kolonel, pse ky vendim, pra pse e ka marrë qeveria shqiptare këtë vendim? Lexoj, reflektoj dhe shikoj gjitha zhvillimet që po kalon Shqipëria dhe bota shqiptare. Edhe pse jam i kësaj fushë, nuk e mendoja kurrë që një njeri që ka paguar nga taksa paguesit shqiptar pa kryeministri i Shqipërisë nuk është më ai, është formalisht, do vazhdon dhe këtë revansh të gjithanshëm, politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak që ka vënë në pikpyetje ekzistenciale Shqipërisë. Pra, edhe ky vendim pas një lloj transparence, po e mësojmë këtë vendim neve nga ministri i jashtëm i Serbisë, tregon fshehësinë e madhe që ai merr vendime të kundralishme anti-shqiptare. Sepse unë kam punuar shumë vite jashtë shtetit, 2 sistemet. Ndjek sot të gjithë shtetet kufitar dhe mëteja. Shikoni çdo lloj vendimi
dhe çdo ligji që bën ky njeri i bën fshehurazi. Dhe ato shpërthyen kur mbriti kulmin me Sazanën e Zvërnesin dhe janë vazhdimësi e njëra tjetrës. Pra, ne kemi bëjmë një strategji politike të këtij kryeministri, i cili ka braktisur aleatët strategjik me në krye Amerikën, Turqinë dhe aksa është strategjike Italia dhe bashkëpunon me ato shtetet të cilat të kanë objektivat e tyre për vazhdimin e realizimit të qëllimeve strategjike me në krye Serbinë dhe pjesërisht me Greqinë. Pra, është një vendim i kundralishëm, antikushtetues dhe anti-lishmërisë ndërkombëtare për hapjen e konsullatave. Gjë e cila është vendosur shumë më shpejt dhe serbët në Kosovë po bënin përgatitje dhe godinës dhe vend ku do vendoseshin për të vendosur dhe të krijuar agjenturën e tyre efektive, fizike në Kosovë për vazhdimin e politikës së tyre kundër Shqipërisë në ato rajone. Kolonel, vetëm pak ditë më parë, shteti shqiptar vendosi që të blej $300 milion armatime nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe u duk si një nxitim i madh për të kaluar marrëveshjen në kuvend. Çfarë fshihet pas kësaj marrëveshje dhe çfarë po bëhet gati të ndodh në rajon? Një njeri që pranon të dalë në televizor duhet të ketë shumë informacion të sakt. E dyta, të jetë krejtësisht i paanshëm dhe me asnjë lidhje partijake, po të jetë addetar, intelektual dhe i fushës që diskuton. Pra unë kur dal krejtësisht i pavarur, vetëm me objektiv Shqipërinë dhe unë tim. Dhe mi bazën e fakteve të pakontestueshme bëj vlerësimet e sakta për interesa kombëtare dhe të askujt. Qeveria Rama nuk ishte plotësuar detyrimin me 2% të ardhurat kombëtare për NATO-n në vitin 2025. Kishte plotësuar 1.61. Vetëm 3 shtete nuk e kishin plotësuar që deklaroi sekretari përgjithshëm i NATO-s Ruter, Shqipëria, Çekia dhe Slovenia. Përpara këtij fakti Edi Rama mori revanshin që përpara se të bëjë samiti i NATO-s Turqi, të bënte rritjen e këtij buxheti dhe një diskutim që kishte gati 2 vjet për një bashkëpunim fushën e mbrojtjes, kërkoi një borxh me 302 milion euro, jo nga ministria, po nga Agjencia e Mbështetjes së Sigurisë me Shtetet e Lehta të Amerikës. Dhe vendimin e qeverisë ishte marrë në datën 19 dhe ky e zvarriti për ta prurë në një ditë me urgjencë, duke shkelur vendimin e gjykatës kushtetuese që thotë nëse kuvendi ka urgjencë duhet të paktën 1 javë studimi i materialit sekret, konsultimet dhe për 1 javë të votohet në kuvend. Pra, skenaristi Edi Rama na e bie e kërkon brenda ditës. Na e quan tepër sekret. Deputetët nuk i vendosin tavolinë, po e mban sekretari për të krijuar konflikt, siç ndodhi. Dhe joja në emër të Amerikës do t'i hedhë hi popull shqiptar. Edi Rama është pa arsim, pa shkollë, pa kulturë për drejtimin e Shqipërisë. Është një piktor i dështuar i cili nuk është as ekonomist, as financier, as diplomat, as ushtrak madhor, dhe përveç kësaja i influencuar dhe komanduar nga shtetet kundërshtare, po e fut Shqipërinë në krizën më të rëndë historike. Pra, e bëri këtë marrëveshje me shpejtësi më të madhe dhe vajti për justifikuar në
samitin Ankaras me atletet e bardha që u bë humori podiumit dhe pasaj që vendosën nga rreshti i parë shkuan në rreshtin e tretë mbrapa dhe kur shkoi për takim me Erdoganin i thanë o këpucët o s'ke takim. Dhe veshë këpucë zezë se Erdogani se priste bëri takimin. Edi Rama është non grata i pa shpallur me shkrim në Bashkimin Evropian, në pjesën demokratike amerikane, në Kosovë po dhe mëtej. Ai që kryeministër formal, i cili po sjell pasoja shumë të rënda Shqipërisë, dhe kur populli dhe komi shqiptar demonstron në Shqipëri asaja, ai ka shkuar që pa të dhërmi dhe me një anijet mafiozve të bën plazh. A e kuptoni çfarë mungese përgjegjësie ka ky njeri? Kur populli shqiptar është ngritur këmbë kundër tia, kundër politikave tia, dhe sa i shkon e bën plazh në dhërmi. Çfarë të thuash kur ke një njeri i cili nuk mendon as për pensionistët, as për eninë, po nuk është kryeministri i Shqipërisë, po kthye një biznesmen i pasurive kombëtare me mafia botërore në Shqipërinë dhe në emër të gjojë investime strategjike e kolonializoi Shqipërinë me Izraelin dhe mafian e tjera që Parlamenti Evropian bëri 2 raporte ku kritikon ashpër 183 lekë që ka dhënur në 43 zona strategjike Edi Rami dhe nuk anullon. Jo vetë që nuk anullon, po vazhdon me shpejtësi dhe në Bregdetin e Vlorës i dha Turkut gjoja vizitor strategjik hapësirat të mëdha dhe vazhdon paketën e maleve për ta pushtuar Shqipërinë nga mafia botërore nëpërmjet gjoja investitorëve strategjik që kanë bërë listën ai se s'ke bërë neve dhe paketës maleve nësa ne si qytetarë të Shqipërisë nuk marrim dot 1 metër. Pra Shqipërinë po afal mafias dhe Shqipëria u pushtuan kjo mafje.